Au! Mu! Be, ku je këtu? Në stall? Jo, nuk jam në stall, po më ka kapur ky entuziazmi I fermës VIP se do filloj. Me vërtet? Po gjej kush nuk do jetë. Kush? Alketa Vestiu! Nuk do jetë Alketa, por nuk do jetë as Luiz Zelli. Pe që kishte postuar storyn. Panaj mër fatos, shqyqyr me athetes po më zende gjumë gjithë këto ditë. Uf. Dhe unë bram tak baf, zbënte syri kaq. Sa postoj Luizi story që nuk do jetë? Tjetër? Gjumi top. Po pse e tha kështu? E pesi kishte shkruar, nuk jam çam shkruni, nuk jam tek me atë fermën VIP, me atë çfarë ka solle VIP. Me kotecin e pulave të nënës tënde. Po gjej kush nuk është në kotecin e pulave të asnjë nëne. Nuk është Xheneta, zemër sepse Xheneta tani. Xheneta ishte kishte thënë që Egli më kopjon mua. Të gjithë ne kopjojmë Xhenetën. Në këtë përfundim kam arritur. Mos do të komentoj dhe ty te WTF-ja, Fatos më komenton mua se flet. Megli merr frym dhe ka një piercing në hund. Dhe në sot Xheneta. Xheneta coded. Por Xheneta, do të thënë, a ka shtëpi? Se iku të një shtëpi, refuzoi një shtëpi, ngeli trotuareve, ç'a bën? I pëlqen trotuari, Manushi hipnotizon ata, I thot, hajde në trotuar. Manushi I thot, qante na qiu, qante qani ju. Po gjej kush nuk qan kur, as nga na qiu, as nga na qan. Dhe ajo është Antonella Berisha, nuk lëshon asnjë lotë pe. Kishte ndodhur kjo gjëja në gjykat, kishte dalur jashtë kjo bashkë me motrën e saj dhe me policin. Ishin të qeshur atje me gocë, e pash. Edhe thuhet që domethënë prokuroria e kishte dënuar me 3 vite burg, me 3 vite burg. Pse 3? Po sa? Të lodhëm këmuet. Për ka thënë ai 3 se ka pa një polici, 2 motra, një treshe interesante. Po qa, ja zëm jam unë polici, ti Antonella, që do më thoja? Robert, tim shkrin. Okej, e zëm se kisha Robert, por ne ju urojmë që vajzat mos futen në burg, se unë kam hallin atyre që janë në burg, po futen motrat Berisha. Po s'ka gjë se te burgu grave nuk bie sapuni. E vërtet kjo. Po gjej kush nuk e ka ngrënë sapunin, po ka ngrënë bisturinë në mes vetullave të tij, është Beni Blanco. Shqyr se nisi dallën dyshe në shtegtim se po I rrinte në fole. Selena tha, unë ty do të bëj njëri, o mos më thënë që Selena Gomez. E thënë Selena Gomez një fjali të tillë, po ai fakt ka nevojë të bëhet njëri se herë duket si Shreku, herë si Quasimodo, është shumë midis. Po Selena kush është? Fiona? Fiona para se të bëj për bindje. Fiona, po Fiona që versioni që nuk di të këndoj. Mua më habiti fakti që Selena I kishte thënë aman bëja lehtë se më dhimbset. Të paktën nuk I ka thënë aman shtrëngoje pak më fort si Rizarta Aldos. Po unë jam kurioz që I ka thënë Sara Hoxha Ledioni që e veshja shumë me tantell. I ka thënë si shumë vëmendje tu marr këto kohë se po të ngacmon. Duhet të vishesh me tantell me një kanatiere gri që mos shofi njëri me sy. Unë mendoj që Ledioni kur ka dalë tek për xhirimin e emisionit, nga që e hyri kështu me vrap, ka heq bluzën dhe kanatierën e gjumit që kishte poshtë, ka harru ta heqë dhe thjesht ka vesh një xhaketë, ka thënë dalin pak lehtëshëm si ky episod. Si vishte gjyshi Im një herë një kohë dhe I pikonin farat e shalqirit. Shalqishes unë tha. Po, e pe intervistën që kishte bërë Valbona dhe Shqipëria Live që kishte thënë lajër ti tentoj të më puste cepave. Prandaj e sjell studion sa më cepa shti kur kemi xhirime. Me gja fjala unë po iki sepse nuk jam. Qaf, para se ti kësh o Fatos se herën e kalume mi dhe ti mua të japun ty tani. Ti kesh dhurat prishim ato të thuarit që kene emision. A e ke seriozisht? Më ke dhënë 50.000 lek? Po që më duhen më këto potim, son nga ato të përputhen ti. Se që ti jam vëdi që pikë sot e kam e ke ndërru emisionin. E kam bët madhe. Por unë nuk derdh lot për asnjë. Sa do thoj? Rëndësika që ti nuk derdh lot, unë do iki tani se do derdh talentin tim në një intervistë shumë bombastike. Okej, s'ka problem se e përballoj unë këtë. Lek, faleminderit. Kur na erdhe do të vim. Faleminderit.